Në fshatin Gjoça ajo përkujtua me nderime dhe solemnitet 82 vjetori i krijimit të Çetës së Darësisë, një nga formacionet e para partizane të krijuara gjatë luftës antifashiste nacional-çlirimtare në këtë zonë. Aktivitetet përkujtimore nisën me një vizitë në ambientet e shkollës së fshatit, e cila mban një histori të gjatë dhe të lidhur ngushtë me kontributin e kësaj zone në luftën për çlirim. Nxënësit dhe mësuesit e shkollës u bën pjesë aktive e organizimit dhe nderimit të kësaj dite historike. Më pas, pjesëmarrësit vendosën kurora me lule pranë lapidarit të dëshmorëve të Çetës së Darësisë në ekzekutimin solem të himnit kombëtar, duke i bërë nderim sakrificës së të rëndëve për liri. Për këtë përvjetor të rëndësishëm, ishte përgatitur një program artistik me këngë, vjersha dhe valle patriotike, interpretuar nga nxënësit e shkollës dhe mësuesit e tyre. Aktiviteti u zhvillua në praninë e një numri të madh qytetarësh, veteranësh të Lançit dhe pasardhësit e tyre. Përfaqësuesit e Komitetit Kombëtar të Veteranëve të Lançit, përfshirë sekretarin e përgjithshëm, nënkryetarin dhe drejtues të departamenteve përkatëse, mbajtën fjalë përshëndetëse dhe theksuar rëndësinë që ka trashëgimia e luftës dhe edukimi i brezave të ri me vlerat e saj. Në përfundim të aktivitetit, u theksua se Çeta e Darësisë, si një nga brigadat e para të kësaj treve, mbetet simboli i rezistencës dhe sakrificës për liri, e cila do të kujtohet me respekt dhe nderim brez pas brezi.